hashimi dhe ke kish më orë. Ma du me prita, dhe në po që se prit. Maj nërshëm, maj avëqëm, maj mëranshëm, ma me precë, se Hagji tho që s'ka pos, Hagji që në unë në ece. Heq më së mërzitën se ka Kosova, ka më shliru, veç më së mërzitën ju, e në ronë të gajret, në për malje, në për lugar, në për thera, qartë herë me buke, herë pa buke, që si u farë. E qëto vjetë e fundit po bon gati 5 vjetë që djali nuk i ka këtë? Qëto vjetë e fundit... A ke bo laf me to kove të fundit? Qka thëjkë? Me thonë që dhe 3 ditë më shku për kumnajtë... Që ka përjetu aj faktin që tha që nuk u konë? Vallohi, likshtë, vallohi, u mërzit ka fort, aje në nona vete... Qka thëjkë aj? Aj theke, o hashimi, theke, kish më orë. Ma du me prita, dhe në po që se priti. Fatmirësisht e po pak ditë para se me vdikë. Pak, e po qajna ka hiq pak mërzin, se vallohi, jena konë të mërzit shumë. A i keni po Haxhin pas të taku me Hashim Thaçin ditë të fundit? Jo, vallohi, jo se tani unë e kesh dilën, Hashimi këtajten mos mund të më shku, adi se edhe vetë jemi vetën e që se farë. E fundi se të prumë nështë, besoj presni që të pak të në Thaçit lejohet fizikisht marrë pjesë në varëm. A vallohi për presim, po pasha zot, aja gjukata, unë e kun pa thonë vetë që është gjukate drejt, ty për nuk ishte drejt ishë. Jo, vallohi, po që ka me bon, i shalën në vjenë, për vërim babës, i shalën në vjenë. Po presim. Faleminderit shumë. S'ka gjo. Baca, mund të shmë nga të regu prej sa kohë është një Bacin Hagji? Bacin Hagji e në gjë pej që na konë thmi, diku pej 55 të sa, 4 të sa, që na konë shkullë se na jena për vojniku, jena nga të ashtu, Haxhia është dhonër e vojnikut, e këta jënë nipat vojnikut, na jena të përzin gjithë. Qëfar personi u konë Baci Hagji? Vallohi, rahmeti po shpirti, shët gjallë s'ka pos. Maj nërshëm, maj avëqëm, maj mëranshëm, ma me këprecë, se Hagji tho që s'ka pos, Hagji që në unë në ece. Burri mirë u konë, rahmeti po shpirti, inshallah përënia ka që kuma mas hoje, mas miri. A mendon që është duke ju bërë pa drejtësi me djalin e tij ish presidentin Thaçi? Po gjithë popullit shqiptari ka bon pa drejtësi. Se jo veçtar, po qërë që ka bon pa drejtësi. Po inshallah, zëti drejtën e qëtë në stamë. Vërrema, që ka bojnë ata nuk e di veç duhet me liru. Mardë, me vërës prindet, duhet.